Kandidati i AAK-s për kryeministër të Kosovës, Ramush Haradinaj, ka vizituar mbrëm Prizrenin, ku është pritur nga qytetarët në një atmosferë, siç u tha, e karakterizon këtë qytet historik, dinjitetin, kulturën dhe mikpritjen. Gjatë qëndrimit në Prizren, Haradinaj dhe ekipi i Aleancës në mjediset e restorantit e Sara kanë bërë prezantimin e kandidatëve për deputet dhe ndanë me qytetarët vizionin e tyre politik për vendin. Në adresimin e tij, Haradinaj theksoi se Prizreni mbetet një prej pikave më të rëndësishme të mbështetjes së Aleancës. Mesazhi i tij për qytetarët ishte i qartë dhe mobilizues. Struktura e Aleancës, Dega Prizren, u shprehën se po hodhin hapin e parë në rrugtimin tonë të përbashkët, krah josh, krah Kosovës, krah liderit Ramush Haradinaj, tha kandidati dhe kryetari Degës së AAK-s Besnik Krasniqi. Derisa në këtë subjekt politik po garon edhe Bashkimi Demokratik dhe Zafir Berisha, i cili u shpreh se këto zgjedhje nuk janë rutinë politike, janë betejë për ruajtjen e vlerave të shtetit ton, një shtet i ndërtuar me mund, sakrificë dhe gjakun e më të mirëve tanë. Kosova nuk është prone as kujt, as eksperiment politik, as plaçk për pazare ditore. Ajo është amanet i dëshmorëve dhe përgjegjësi e secilit qytetar që nuk pranon ta shohë të ndërkëmbur. Edhe kandidatë të tjerë u shpreh se Aleanca krah Prizrenit, Aleanca krah teje, besojnë se do të jenë në shërbim të qytetarëve.